zgjedhësit, nuk është fare normale. Qofte edhe fakti që asnjë nga PS-ja nuk vjen në debate me ne, se tani ku do t'i kërkojmë në llogari njëri tjetrit? Ne nuk jemi në pozit. Ç'a t'u them? Se ti e ke titullin e emisionit debat. Një debat që praktikisht ma ka pamundsuar Partia Socialiste për ta bërë debat. Për çfarë? Ç'a ti kërkoj llogari? Tani në fakt ata duhet më kërkojnë mua llogari, sa ajo zonja doli dhe tha që Oposida e ka fajin që po ikin emigrant njerëzit. Kështu që tani unë duhet t'i jap llogari si opozit për ato gabimet që na ikin emigrantët. E kupton? Kjo është një ironi shumë e shumtuar. Edhe nuk e kuptoj se nuk mesa kam parë unë edhe në fushatat e tjera që i kam ndjekur nga larg, nga jashtë, nga atje ku isha. Ka vite që nuk dali në debat ta kandidatët e Partisë Socialiste, kandidatët e pozitës në fakt, nuk dali në debat. Kështu që është shumë e shumtuar kjo, është shumë e shumtuar edhe fyse ndërkohë, se pavarësisht se ti je në opozit, e para njëherë duhet t'i japësh llogari dhe ti llogari nuk mund t'u vesh t'u japësh njerëzve der më der. Ti llogari do japësh me ne që jemi këtu dhe të bëjmë 1, 2, 3 pyetje, se ne përfaqësojmë një numër caktuar zgjedhësish. Ti nuk mund na injorosh edhe të bësh sikur s'po na jep ti neve rëndësi. Kjo është shumë e shumtuar. Në fakt hyn në listën e detyrimeve praktikisht nuk i kemi pasur, por distanca higjienike e plot me media në kohë fushat elektorale praktikisht është ironi e faktit dhe natyrisht është ofensë edhe për ata që do të votojnë në 11 maj, po edhe për ne që vim me idenë për të marrë dhe për dhënë llogari që hyn në listën e detyrimeve të politikës, për rikujtoj edhe një herë, dhe në fakt ju ma sollën vëmendje, por unë e bëj në mënyrë repetitive dhe të përnaçme dhe sigurisht që i drejtojmë kryesisht Partisë Socialiste pas 12 vitesh në pushtet dhe që pretendon për më tepër një mandat katërt. Ju drejtohesh kot se ata kanë marrë urdhër të prerë që të mos shkojnë në asnjë studio televizive në debate. Vënë me njëri tjetrin, kërcejnë, këndojnë, bëjnë ahenjë, bëjnë atë që dinë të bëjnë. I thonë njëri tjetrit bravo, ty të lumë, ti ke qenë më i mirë si ty s'ka. Se kështu i bie, kupton? Edhe ne do me thënë bëjmë, shikom, ne luftën tonë e bëjmë, vina apo s'vina ata këtu, në kohën tonë televizive e marrim, në kohën njerëzit na dëgjojnë, ne vim këtu edhe themi hallet edhe problemet e tyre, se cili nga ne përdor format, dikush e bën televizive, dikush e bën me rrjetet sociale, e rëndësishme është që shqetësimet edhe hallet e njerëzve të dalin në sipërfaqe dhe mos të pranojmë të realitet në cilin është katandisur Shqipëria. Më vjen keq që po e përdor fjalën katandisje, po realisht pas 10 vjetësh që unë kthej në Shqipëri e gjej shumë më keq se sa e kam lënë. Pra në rast termi Katandi nuk është një aksident, por do të rikthehemi ta diskutojmë zoti Turmale, po e vazhdoj me ju edhe për faktin që kandidoni për herë të parë, megjithëse keni zgjedhur logon e PSD-s. E zgjodhët apo ju zgjodhën? Unë do të thoja që ishte një zgjedhje personale, PSD-ja e Tom Doshit në zgjedhjet e 11 maj 2025 do të vendosi standarde. Vetë PSD-ja i ka hap dyert të gjithë të rinjve. Pra në çdo qark ne kemi kandidat të ri, intelektual, dhe përpiqemi që strukturat në vitet e fundit të kenë një rritje me të ri, intelektual dhe persona që kanë dëshirë të afrohen në politik, kur në të kundërt kemi disa forca që të rive nuk i kanë hapur kurrë dyert. Unë personalisht kontaktoj individualisht me votuesit dhe jemi jo vetëm tani për fushat, po jemi në vazhdimsi prezent në qytet pranë qarkun e Durrësit, që unë jetoj për vitesh dhe kam kontributin tim. Zoti Turmale, ju më thatë për një standard të ri, por praktikisht PSD-ja ku aderoni dhe me cilën kandidoni ju ndonse për herë të parë si kandidatur për deputet, nuk është një aktor i ri politik. Ka qenë një komponent i cili në momente të caktuara ka qenë krah mazhorancës qeverise, e ka ndihmuar praktikisht me vota dhe ndonjëherë është llogaritur si një forcë e shkrirmeta. Pse mendoni që do të vijë kësaj radhe në këto zgjedhje për të përcaktuar standarde të reja? Kush është treguesi, sepse dera e hapur për të rinjt nuk mund të jetë treguesi vetëm për standardet e reja. Pse shihni të pozicionuar ndryshe kësaj radhe PSD-n? Atëherë unë do të thoja